produkteve parafarmaceutike. Kemi ardhur për të takuar administratoren e këtij subjekti. Shkojmë. Quhem Mimoza Petani, administratore e Erbasol SHPK. Kam një urdhër bllokimi në dorë që më është bërë nga Bashkia Tiranë. Kam dy gjëra të cilat mua nuk më pëlqejnë për të paguar këtë lloj takse. E para janë tatuar si dy biznese. Pra, në njërin është ky lloj dyqani 30 metra katror i cili ju shikoni dhe kam edhe një kontratë qiraje të një ambienti ku unë depozitoj si thua mallin. E kam të deklaruar. E ka quajtur domethënë sikur unë kam dy subjekte, tamam dy subjekte të cilat sjellin të ardhura, se nëse do të tarifohem, s'kam se tarifohem edhe për një ambient që unë e mbaj të mbyllur, ku ne do shkojmë ta verifikojmë. Kam kërkuar edhe nga ata që të vinë ta verifikojnë, ka ardhur një punonjës i bashkisë që ka verifikuar vetëm këtë zonën këtu, ishte vetëm i kësaj zone, dhe pjesën tjetër duhet vinte dikush tjetër, domethënë që ta shikonte si zonë. Mbasi unë prisja që dikush tjetër të vinte për të bërë ato verifikimin, më vjen një letër e cila thotë do ju bëjmë bllokimin, domethënë të numrave bankare etj siç e kanë ato. E kanë bërë bllokimin për mos pagim të kësaj takse, sepse unë duhet me patjetër të paguaj 2.200.000 lekë bashkë me tarifën e gjobës për arsimin dhe për pastrimin. Kërkoj të tatohem për aq sa e meritoj të tatohem.